Kjo është pajisja shtëpiake që konsumon më shumë energji elektrike. Megjithëse ngroja elektrike njihet si burim kryesor i konsumimit të energjisë në shtëpi, një pajisje tjetër shpesh kalon pa u vënë re, por kontribon ndjeshëm në faturën mujore të energjisë elektrike, ngrohësi i ujit. Sipas Agjencisë Franceze për Tranzicionin Ekologjik, ADEME, dhe Komisionit Evropian të Energjisë, ngrohësit e ujit mund të përbëjnë 15% deri 25% të konsumit total të energjisë elektrike të një familjeje. Në shumë raste, përdorimi i tyre mund të jetë më i kushtueshëm se pajisjet si furrat, lavatricet ose frigoriferët. Me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, të kuptuarit e ndikimit të ngrohësit të ujit dhe të mësuarit se si të optimizoni kursimin e tij, mund të ndihmojë në uljen e shpenzimeve të energjisë elektrike. Sa energji elektrike harxhon një ngrohës uji, konsumimi i saktë i një ngrohësi ujit varet nga disa faktorë duke përfshirë kapacitetin e tij, efikasitetin e energjisë dhe numrin e anëtarëve të familjes. Mesatarisht, një ngrohës uji 200 litra konsumon afërsisht 3200 kW në vit, si pjesë e konsiderueshme faturës së energjisë elektrike. Në krahasim, një frigorifer zakonisht përdore 350 deri në 500 kW në vit. Një furr rreth 200 kW, si dhe makinat larse ashtu edhe enlarset zakonisht qëndrojnë në 300 kW. Disa faktorë mund të rrisin konsumin e energjisë së një ngrohësi uji. Një faktor kryesor është temperatura e vendosur. Vendosja e temperaturës shumë e lartë jo vetëm që rrit përdorimin e energjisë, por gjithashtu rrit rrezikun e djegjeve dhe përshpejton grumbullimin e gëlqeres në sistem. Me kalimin e kohës, gurët gëlqerore duktojnë efikasitetin e pajisjes, duke kërkuar më shumë energji për të ngrohur të njëjtën sasi uji. Për më tepër, numri njerëzve në shtëpi dhe zakonet e tyre të përdorimit të ujit të nxehtë mund të ndikojnë ndjeshëm në konsumimin e përgjithshëm. Por si të zvogloni konsumin e ngrohësit të ujit për të optimizuar përdoruesit e ngrohësit të ujit dhe për të ulur konsumin e energjisë elektrike, ekspertët të rekomandojnë hapat e mëposhtëm. Vendosni temperaturën në mënyrë të përshtatshme, mbani temperaturën midis 50 dhe 55 gradë Celsius për të balancuar efikasitetin dhe komoditetin. Përdorni një kohë matës ose programues, kufizoni funksionimin e ngrohësit të ujit në orët e nevojshme në vend që ta përdorni 24/7. Përmirësimi në modele efikase. Ngrohësit modern me efikasitet energjisë mund të çojnë në kursime të konsiderueshme afatgjatë. Ndryshon zakonet e konsumimit. Bëni dush më të shkurtër dhe përdorni shplarës uji në çezmat për të reduktuar përdorimin e ujit të nxehtë. Si një nga pajisjet shtëpiake që konsumojnë më shumë energji elektrike, i dyti pas ngrohjes, ngrohësi i ujit luan një rol kritik për shpenzimin e energjisë elektrike. Funksionimi i tij vazhdueshëm dhe kërkesa e lartë për energji e bëjnë atë një kontribues kryesor në faturat shtëpiake. Për fat të mirë, adoptimi i zakoneve më efikase të përdorimit, kryeria e mirëmbajtjes së rregullt dhe rregullimi i cilësimeve mund të ndihmojnë në uljen e ndikimit të tij pa komprometuar atin. Këto ndryshime jo vetëm që kursejnë para, por gjithashtu promovojnë konsum më të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm të energjisë.